kostumet e gjithë tregave të Shqipërisë. Ajo çfarë më ka bërë që të merrem me kostume është se kam rritur në një fshat të Darna dhe ne simbol të fshatit kemi kostumin popullor të Darnës që është Ola është brezi i pestë që e vesh këtë kostum. Është i punuar ashtu tani dhe siç e shikoni është në çdo detaj është perfekcion origjinale. Pra këtu kemi kostumin të bërë prej 150 vitesh dhe këtu është që është bërë një muaj e parë. Shikoni të gjitha detajet. Të gjitha detajet janë të origjinale. Si kostume që vesh Ola. Dhe është kënaqësi që këto vajza janë rritur në emigracion dhe me shumë krenari që po e folën sa Ola e përçon me gjithë qenësinë e saj. Krenarin që bën kostumin e Darkës. Kënaqësia më e madhe për mua se nëna Olga, so stërgjyshja time që kam emrin Olga e Korçarit, ma ka dhënë. Një përshtypje për festivalin? Do me thënë, nëse do kishte më shumë yje, pa diskutim që do t'ja kishim dhënë një organizim super perfekt i grupeve të organizimit. Nuk kam parë asnjëherë kaq shumë persona të punojnë vullnetarisht. Dje më ka bërë shumë përshtypje, ishte një zotëri gati 80 vjeç, me shumë pasion për veshur mëngët dhe kënaqësi që po shërbente për komunitet. Se një bravo shumë të madhe të gjithë grupit të organizimit. Faleminderit.